Thuhet se një burr mund t'i fsheh fjalët e tij, por kur modelet e tij, sepse dashuria nuk flet me premtime. Ajo flet me përsëritje. Kur ai bën diçka më shumë se një herë jo nga detyrimi, por nga instinkti, nuk është më rastësi, është një rrëfim. Në çështjet e zemrës, përsëritja kurrë nuk është e rastësishme. Kur një burr kupton se ai përsërit disa gjëra për një grua të caktuar, i përgjigjet mesazheve të saj më shpejt se sa do të donte, e shikon kur mendon se askush nuk e vëren ose gjen arsye për ta takuar sërish, kjo nuk është thjesht sjellje, është një zbulesë. Mendja njerëzore është shtresëzuar dhe nën vullnetin e vetëdijshëm vepron një forcë e heshtur që lëviz fijet e asaj që e quajmë tërheqje. Ajo që ai përsërit tregon atë që nën vetëdia e tij e di prej kohësh shumë përpara se ta pranojë vetë. Përsëritja është shkrimi i shpirtit. Çdo veprim i përsëritur është një rresht i shkruar nga një ndjenjë që ai nuk mund ta shtypë dhe as ta shpjegojë. Në fillim ai mund të mendojë se është rastësi apo mirësjellje, se veprimet e tij nuk kanë domethënie, por dashuria rrallë flet me zë në gjuhën e saj të parë. Ajo përshpërit përmes modeleve. Burri që përsërit një gjest nuk e bën këtë me vetëdije. Diçka më e thellë zgjedh për të. Kthimi i tij tek ajo, vëmendja e tij e vogël, interesi i tij i vazhdueshëm nuk janë plane, por simptoma të një ndjenje që është bërë instinkt. Në vetëdia kërkon shprehje dhe e gjen atë në ritmin e një orë të përsëritjes. Çdo rikthim është shenjë se psikika e tij ka gjetur kuptim në praninë e saj, një kuptim që mendja nuk mund ta shpjegojë, por që zemra nuk mund ta injorojë. E vërteta për dëshirën njerëzore është se ajo nuk lind nga vendimi, por nga njohja e brendshme. Diçka tek ajo zgjon diçka tek ai, një kujtesë jo për ngjarje, por për esencë. Sjellja e tij e përsëritur bëhet një ritual i heshtur, një përkushtim i qetë përmes të cilit bota e tij e brendshme pranon kuptimin e saj. Ai mund t'i thotë vetes se është thjesht i sjellshëm ose se ajo thjesht e intrigon, por modeli e tradhton. Kur një burr kthehet vazhdimisht, kur përsërit të njëjtat gjeste, edhe pasi përpiqet të përmbahet, kjo do të thotë se ai ka rënë në gravitetin psikologjik të dashurisë. Përsëritja është mënyra se si nën vetëdia konfirmon atë që mendja mohon. Çdo përsëritje është një rrëfim i fshehtë. Kur ai lexon mesazhet e saj 2 herë, kujton me lehtësi detaje të vogla për të, pozicionohet në mënyrë që ta takojë përsëri, atëherë ai vepron sipas asaj që ende nuk mund ta thotë. Nën vetëdia nuk flet me fjalë, por me simbole, me sjellje, me ritëm. Ajo që përsëritet tregon atë që ka zënë rënjë. Një tërheqje e çastit mund të frymëzojë një veprim të vetëm, por dashuria frymëzon rikthim. Kjo përsëritje e ndan interesin e thjesht nga rezonanca e thellë emocionale. Veprimet e tij bëhen pasqyrë e forcave brenda tij, forca më të vjetra dhe më të fuqishme se logjika, të formuara nga përvojat e para të dashurisë dhe mallëngjimit. Në përsëritjen e dashurisë ekziston edhe një element i detyrimit të brendshëm. Psika kërkon ekuilibër dhe kur dikush prek një pjesë të jon që ka fjetur gjatë, vetja e brendshme përpiqet të lidhet përsëri me atë pjesë të humbur. Prandaj ai kthehet. Edhe kur largohet, çdo rikthim është një përpjekje për të integruar atë që ajo ka zgjuar në të. Ajo për të nuk bëhet më vetëm një grua që ai dëshiron, por një pasqyrë e një të vërtetë të padukshme brenda tij. Modeli nuk flet vetëm për të, por për atë që ajo simbolizon për qenien e tij më të thellë. Në këto gjeste të përsëritura qëndron prova e së vërtetës emocionale. Fjalët mund të mashtrojnë, krenaria mund të përmbajë, por përsëritja zbulon atë që shpirti e ka zgjedhur tashmë. Mendja e vetëdijshme mund të shtiret e painteresuar, por në vetëdia vazhdon të punojë në heshtje, duke e tërhequr drejt asaj që e lëviz përtej arsyes. Ai mund të mos e di pse kthehet vazhdimisht, pse afërsia e saj është e domosdoshme, ndërsa mungesa e saj peshon kaq shumë. Por modeli i tregon historinë që buzët e tij nuk mund ta thonë. Çdo përsëritje është jehona e një ndjenje që nuk mund të heshtet, një shenjë se dashuria tashmë ka zënë rënjë, atje ku mendimi nuk arrin. Në çdo burr ekziston një fushë betejë e heshtur, ku krenaria dhe ndjenja luftojnë për epërsi.
Ky konflikt i brendshëm bëhet më i dukshëm kur zgjohet dashuria. Egoja, e ndërtuar mbi kontrollin, forcën dhe sigurinë, friksohet nga humbja e pushtetit që vjen me hapjen emocionale. Por kur ai takon një grua që prek diçka përtej sipërfaqes së tij, ajo mur fillon të dridhet. Egoja i thot të tërhiqet, të qëndrojë i qetë dhe i ftohtë, por ndjenja përshpërit ndryshe. E tërheq në mënyrë të padukshme dhe e lut të lëshoj kontrollin që dikur mendonte se e përcaktonte. Ajo që ndodh mes egos dhe emocioneve nuk është thjesht hutim, është zgjimi i vetes së tij më të thellë. Kuptimi se dashuria nuk e dobëson, por i tregon kush është në të vërtetë. Nën armaturën e tij, egoja kërkon siguri. Ajo jeton në situata ku mund të parashikojë rezultatet, të dominojë sfidat dhe të mbetet e paprekshme. Por dashuria sjell pasiguri dhe brenda saj qëndrojnë si frika ashtu edhe magjepsia. Kur ai kupton se kthehet vazhdimisht tek ajo, se pavarësisht përpjekjeve nuk mund të ndalojë së menduari për të, kjo është shenjë se emocioni ka filluar të tejkalojë kufijtë e egos. Ai mund të përpiqet t'i shpjegojë ndjenjat e veta, t'i thot vetes se është vetëm i interesuar ose i mahnitur përkohësisht, por dashuria nuk merret me shpjegime. Sa më shumë që lufton, aq më e fortë bëhet tërheqja. Çdo betejë e brendshme, çdo përpjekje për të shtypur ndjenjat, provon vetëm se diçka më e fuqishme se krenaria po vepron në të. Lufta midis egos dhe emocioneve është një betejë për autenticitet. Egoja dëshiron të duket e palëkundur për të ruajtur imazhin e kontrollit para të tjerëve dhe para vetes. Ndjenja, nga ana tjetër, kërkon të vërtetën. Asaj nuk i intereson si duket, ajo thjesht kërkon të shprehet. Prandaj nuk është dobësi kur një burr përsërit disa gjeste dashurie edhe pse përpiqet të përmbahet. Është e vërteta emocionale që del përmes çarjeve të rezistencës së tij. Gjestet e tij, vëmendja e tij, mallëngjimi i tij i qetë bëhen akte rebelimi kundër mureve të tij të brendshme. Thellë brenda vetes, ai e di se dashuria nuk i kërkon të veprojë, por të ndjejë, jo të pushtojë, por të lidhet. Çdo burr përjeton një moment kur kupton se asnjë krenari nuk mund ta mbrojë nga ndjenjat e tij. Kjo ndodh kur zëri i saj ende kumbon pasi biseda ka mbaruar, kur mungesa e saj lë një heshtje që peshon më shumë se çdo fjalë. Egoja dëshiron të ecë përpara, të gjejë shpërqendrim, të dëshmojë se mbetet i paprekur. Por emocioni e kthen gjithnjë përsëritje e njëjta kujtesë, i njëjti mendim, e njëjta ndjenjë. Kjo përsëritje nuk është dobësi, por njohje. Është thirrja e vetes së tij më të thellë për t'u përballur me atë që ai vërtet dëshiron dhe jo me atë që shtiret se do. Në këtë tension, dashuria bëhet një pasqyrë që tregon si frikën e tij nga cenueshmëria, ashtu edhe dëshirën e tij për afërsi të vërtetë. Të dashurohesh do të thotë për një burr të përballet me pasqyrimin e vet në ujë, të cilin dikur besonte se mund ta kontrollonte. Gruaja nuk bëhet vetëm objekt i përkushtimit të tij, por nxitësja e transformimit të tij. Përmes saj ai përballet me pjesët e vetes që i ka shtypur për një kohë të gjatë me vetveten e ndjeshme, të pasigurt, ndjesore që fshihet nën krenarinë e tij. Sa herë që ai kthehet tek ajo, sa herë që ndjen tërheqje ndaj saj pavarësisht rezistencës, ai në mënyrë të pavetdijshme zgjedh emocionin mbi egon. Dhe megjithse mendja e tij e interpreton si hutim, shpirti i tij në të njëjtë qartësi. Tërheqja që ndjen nuk lidhet me posedim apo pushtim, por me vetënjohje. Është thirrja e brendshme për të bashkuar forcën me butësinë, fuqinë me përkushtimin, krenarinë me dashurinë. Ky është momenti kur burri fillon të zhvillohet jo sepse është dashuruar me të, por sepse përmes saj ka rënë në të vërtetën. Dashuria në formën e saj më të pastër rrallë paralajmërohet me fjalë apo gjeste të mëdha. Gjua e saj është e qetë, ajo flet përmes vëmendjes që rrjedh pa qëllim apo llogaritje. Kur një burr tërhiqet thellë nga një grua, vëmendja e tij bëhet shprehja më e ndershme e ndjenjave të tij. Ajo shfaqet në mënyrën se si ai dëgjon, në mënyrën se si sytë e tij e ndjekin, edhe kur përpiqet ta fshehë, në mënyrën se si kujton fjalë që të tjerët i kanë harruar. Vëmendja nuk është zakon, është një formë graviteti emocional.
Një burr nuk mund të bëjë ndryshe veç se t'i kushtoj rëndësi asaj që tashmë ka zënë vend në brendësinë e tij. Përqendrimi i tij bëhet një rrëfim i heshtur që zbulon më shumë se sa fjalët e tij. Në fillim ai mund të mos e vërej. Mendon se është thjesht i sjellshëm ose i respektueshëm, por dashuria i drejton shisat atje ku zemra e njeh vlerën e saj. Sytë e tij e kërkojnë instinktivisht, mendja i kujton të qeshurën e saj kur e pret më pak. Në vetdia e tij fillon të rrotullohet rreth saj pa dëshirën e tij. Kur një burr vëren përsëritshëm detaje të vogla, mënyrën e saj të shprehurit, heshtjen, lëvizjen e duarve të saj, kjo ndodh sepse diçka tek ajo pasqyron diçka tek ai. Kjo nuk është një tension që buron nga kurreshtja, por nga lidhja një njohje që shkon përtej logjikës. Dashuria e shndërron vëmendjen në përkushtim dhe përkushtimin në prani. Vëmendja e vërtet është më shumë se vëzhgim, është pjesëmarrje. Ajo e tërheq në botën e saj pa kërkuar asgjë. Ai fillon të kujtoj preferencat e saj, humorin, historitë e saj, jo sepse përpiqet, por sepse mendja e tij ruan atë që zemra e tij e vlerëson. Ndoshta nuk e mbulon me fjalë të mëdha, por kujdesi i tij shfaqet në qëndrueshmërinë e pranisë së tij, në mënyrën se si dëgjon pa qenë nevoja të përgjigjet, në mënyrën se si vëren atë që për të ka rëndësi. Kjo është gjuha e dashurisë që nuk ka nevojë për fjalë. Çdo gjest i vogël i vëmendjes bëhet një urë midis dy botëve të brendshme. Aty ku fjalët dështojnë ose tingëllojnë të pasinqerta, vëmendja flet të vërtetën. Dashuria rafinon edhe perceptimin e tij. Kur ai është i vëmendshëm, nuk e sheh atë vetëm siç duket, ai e ndjen ashtu siç është. Ai ndjen emocionet e saj, edhe kur ato mbeten të pathëna. Tonoja e saj, heshtja, ndryshimi më i vogël në shprehjen e saj bëhen të lexueshme për të. Kjo ndjeshmëri nuk është dobësi, është mënyra se si mendja harmonizohet me zemrën. Në vëmendjen e tij ai përjeton një lloj rezonance emocionale. Ai e ndjen pa qenë nevoja ta shpjegojë, dhe përmes këtij ndjenimi ai e kupton atë më thellë se çdo analizë. Një vëmendje e tillë nuk mund të mësohet, ajo zgjohet. Tregon se ai nuk po vëzhgon më nga largësia, por ka hyrë në fushën emocionale që ajo banon. Ajo që e bën vëmendjen kaq të fuqishme është sinqeriteti i saj. Ajo nuk mund të shtiret gjatë, sepse vëmendja e vërtet lind vetëm nga përfshirja emocionale. Një burr që dashuron nuk mund të mos vrej ashtu si një që nuk dashuron, nuk mund të detyrohet ta bëjë. Vëmendja e tij e përsëritur mënyra si kujton zërin e saj, si mendon për fjalët e saj, si e dallon në turm është prova e gjallë e një lidhjeje. Sa herë që ai kushton vëmendje, edhe kur i thot vetes të mos e bëj, kjo tregon se ajo ka zënë një vend në të që ai nuk mund ta shtypë. Prandaj vëmendja është nënshkrimi i heshtur i dashurisë. Është mënyra si dashuria merr frym kur fjalët mbeten të pathëna, si shfaqet emocioni kur krenaria hesht. Kur një burr dashuron, sytë e tij, kujtesa e tij dhe perceptimi i tij nuk i përkasin më botës përreth, por asaj gruaje që në heshtje është bërë bota e tij. Në çdo burr ekziston një imazh i brendshëm i femërores, një prani e heshtur, e formuar nga kujtesa, imagjinata dhe përshtypjet emocionale të jetës së tij. Nuk është thjesht shuma e grave që ai ka njohur, por një simbol i asaj që shpirti i tij e ndjen si bukuri, ngrohtësi, mister dhe të vërtet emocionale. Kjo femërore e brendshme është pasqyrimi i vetes së tij më të thellë, pjesa që ndjen, ëndërron dhe dëshiron lidhje. Kur ai takon një grua që përputhet me këtë imazh të brendshëm, ndodh diçka e fuqishme. Kufiri midis botës së tij të brendshme dhe asaj të jashtme fillon të tretet. Ai ndjen një tërheqje ndaj saj me një ndjenjë njohjeje që nuk mund ta shpjegojë. Është sikur ta ketë njohur më parë, sikur ajo të plotësoj diçka që i ka munguar. Ky është fenomeni psikologjik i projeksionit. Ai në mënyrë të pavetëdijshme i transferon cilësitë femërores së tij të brendshme tek një grua reale. Ajo që ai dashuron tek ajo nuk është vetëm ajo që ajo është, por ajo që zgjon në të. Ky projekcion nuk është një zgjedhje, por një impuls instinktiv i psikës. Ndodh në heshtje, përtej vetdijes. Ai nuk e sheh atë vetëm si person, por si pasqyrim të asaj që shpirti i tij ka kërkuar prej kohësh.
Prania e saj zgjon emocione që duken më të mëdha se vetë situata. Ai mund ta idealizojë, të besojë se ajo ka cilësi që të i kalojnë të zakonshmen, por në të vërtetë ai po përjeton bashkimin e botës së tij të brendshme me qenien e saj të jashtme. Dashuria në këtë formë ndihet e paracaktuar, e pashmangshme, pothuajse e shenjtë. Ajo nuk lind nga arsyeja, por nga njohja e thellë. Gruaja bëhet pasqyra në të cilën zbulohet femërorja e tij e brendshme dhe përmes saj ai takohet me pjesët e pavetëdijshme të shpirtit të tij. Kjo shpjegon pse dashuria mund të jetë njëkohësisht e bukur dhe e hutshme. Burri nuk kupton se ajo që e tërheq nuk është vetëm personaliteti apo bukuria e saj, por mënyra se si ajo pasqyron thellësinë e qenies së tij. E qeshura e saj zgjon gëzimin e tij të harruar, trishtimi i saj prek butësinë e tij të fshehur. Tërheqja ndihet shpirtërore dhe në një nivel më të thellë, ashtu është. Ajo mishëron pjesën e tij që për një kohë të gjatë ka mbetur e padukshme. Mendimet e tij të vazhdueshme për të, dëshira për të qenë pranë saj, pamundësia për ta lënë pas, të gjitha këto nuk janë thjesht shenja dashurie, por shprehje e një dialogu të brendshëm midis vetes së tij të vetëdijshme dhe femërores brenda tij. Gruaja bëhet ura që e lidh me thellësitë e tij emocionale dhe shpirtërore. Por kjo lidhje gjithashtu e vën në provë. Projekcioni i femërores së brendshme mund të jetë ndriçues, por edhe tronditës. Kur ajo përputhet me imazhin e tij të brendshëm, ai ndjen plotësi. Por kur ajo vepron ndryshe, kur shfaq të metat e saj njerëzore, iluzioni thyet dhe ai duhet të përballet me dallimin midis asaj që ajo është dhe asaj që ai ka projektuar mbi të. Në këtë përballje qëndron mundësia e tij për pjekuri. Ai fillon të kuptojë se cilësitë që admiron tek ajo dhe mshuria, intuita, ndjeshmëria, kreativiteti nuk janë vetëm të saj, por edhe potencialet e tij të pashfrytëzuara që presin të integrohen. Dashuria bëhet kështu pasqyra e vetënjohjes. Ajo i tregon atij çfarë duhet ende të pranojë në vetvete. Kur një burr dashuron vërtet, ai nuk dashurohet vetëm me një grua, ai bie në dimensionin më të thellë të shpirtit të vet. Përmes saj, ai gjen rrugën për t'u kthyer në bërthamën e tij emocionale, në aftësinë për të ndjerë pa u mbrojtur, për të folur pa kontrolluar. Përsëritja e mendimeve të tij, e mallëngjimit, e dëshirës për ta takuar përsëri, nuk është fiksim, por përpjekje e shpirtit për të bashkuar atë që dikur ishte ndarë. Ajo zgjon në të kujtimin e plotësisë një ndjenjë tërësie që shkon përtej dëshirës së zakonshme. Përmes kësaj pasqyre ai fillon të kuptojë se dashuria nuk është thjesht tërheqje ndaj një personi tjetër, por njohja e pjesëve që mungojnë në vetvete në praninë e një shpirti tjetër. Pastaj vjen momenti kur çdo burr takon një grua që e çarmatos nga kontrolli. Ai mund ta ketë jetuar jetën brenda sigurisë së logjikës, i bindur se ndjenjat mund të menaxhohen dhe përkushtimi mund të shpjegohet arsyeshëm. Por dashuria e vërtet nuk ndjek mendjen, ajo zgjon diçka më të thellë. Diçka që e trondit identitetin që ai e ka ndërtuar rreth kontrollit. Burri që dikur e mat vlerën e tij me forcën, e gjen veten duke u dridhur jo nga dobësia, por nga njohja e brendshme. Prania e saj e trondit, sepse ajo prek pjesën e tij që ai kur nuk ka mundur ta zotërojë zemrën. Ai jeton tani në një tension të heshtur midis dëshirës për të ruajtur kontrollin dhe shtytjes së pandalshme për t'u dorëzuar. Në këtë tension fillon prova e vërtetë e dashurisë, sepse dashuria kërkon përkushtim pa poshtërim dhe ndjeshmëri pa humbje të vetvetes. Në fillim ai do të rezistojë. Do t'i thot vetes se i ka ndjenjat nën kontroll, se është vetëm një tërheqje, se mund të largohet kur të dojë. Por dashuria nuk bën pazare. Sa më shumë të përpiqet të shtyp atë që ndjen, aq më e fortë bëhet. Mund të tërhiqet në heshtje, të kërkojë shpërqendrim, të fshihet pas punës apo distancës, dhe megjithatë diçka brenda tij kthehet gjithmonë. Përsëritja e mendimeve, shtysa për t'u rikthyer, pamundësia për t'u shkëputur nuk janë shenja dobësie, por zëri këmbëngulës i shpirtit që e fton të përballet me ndjenjat e tij. Kontrolli jep iluzionin e sigurisë, por dashuria e thyen këtë iluzion dhe i tregon sa e brish është ajo në të vërtetë. Gruaja bëhet pasqyra jo e fuqisë së tij, por e njerëzore së tij.
Kur dashuria hyn në këtë fazë të konfliktit të brendshëm, burri qëndron në një udhëkryq. Njëra rrugë e çon përsëri në botën e njohur të krenarisë, ku ndjenjat mbahen nën fre dhe ndjeshmëria mohohet. Tjetra e çon drejt së panjohurës, ku duhet të rrezikojë të shihet, të preket, të ndryshojë. Të dorëzohesh është frikësuese, sepse ndihet si humbje kontrolli, por në të vërtetë është ftesë për një formë më të thellë të forcës. Dorëzimi nuk do të thotë të biesh në mbushtetin e saj, por të lejosh dashurinë të transformojë nga brenda. Sa herë që ai vendos të kthehet, sa herë që ndjen pavarësisht frikës, ai afrohet më shumë këtij transformimi. Lufta midis kontrollit dhe përkushtimit zbulon më shumë për shpirtin e tij se sa çdo rezultat i jashtëm. Një burr që mund të pushtojë botën, por nuk mund të hapë zemrën, mbetet i paplot. Kontrolli është një formë mbrojtjeje e lindur nga plagë të vjetra, zhgënjime dhe frika nga refuzimi. Përkushtimi, në të kundërt, është guximi për të besuar, për të pranuar se jo çdo gjë që e prek thellë është e destinuar ta shkatërrojë. Gruaja që zgjon këtë përkushtim në të bëhet katalizatori i rritjes së tij. Përmes saj ai mëson se dashuria nuk ka të bëjë me zotërim, por me prani. Jo me fitore, por me lejim. Përmes saj ai përjeton një lloj zhveshjeje shpirtërore, ku çdo shtresë mbrojtëse fillon të shkrihet dhe butësia e fshehur bëhet e dukshme. Ndërsa ai lëkundet midis rezistencës dhe hapjes, kupton se dorëzimi nuk ia heq forcën e riformulon atë. E mëson se forca e vërtetë qëndron në aftësinë për të mbetur i hapur, edhe kur asgjë nuk është e sigurt. Çdo rikthim, çdo zgjedhje e vetëdijshme e afërsisë në vend të largimit është një pranim i diçkaje më të madhe se dëshira. Është pranimi i shpirtit të tij se dashuria nuk kërkon kontroll, por përjetim. Burri që mëson t'i dorëzohet dashurisë, jeton më pas në harmoni me vetveten më të thellë. Ai nuk e ka më frikë humbjen e kontrollit, sepse kupton se dashuria nuk i merr forcën, ajo i shemb vetëm muret. Dhe ajo që i jep në këmbim është e vërteta një e vërtetë që çliron, jo që lidh. Kur një burr fillon të përsërisë të njëjtat emocione, mendime apo gjeste ndaj një gruaje edhe kur përpiqet të mos e bëjë, kjo është shenjë se diçka më e thellë është vdendur në psikikën e tij. Dashuria, në thelb, nuk është vetëm ndjenjë, por përvojë që lë gjurmë një gdhendje shpirtërore që vetdia nuk mund ta fshijë. Kjo është ajo që do të thotë vërtet ndikim emocional, mënyra e hollë, por e fuqishme, me të cilën një njeri bëhet pjesë e botës së brendshme të një tjetri. Kur një burr preket në këtë mënyrë, lidhja e tij me të mbetet përtej logjikës dhe kohës. Ajo bëhet pjesë e ritmit të tij të brendshëm, e endur në mendime, zakone dhe kujtime. Emri i saj, imazhi i saj, apo edhe ndjenja që ajo zgjon në të, bëhen një tingull i lehtë i vetdijes së tij. Kjo nuk është fiksim, por rezonancë jehona e një shpirti që ka prekur diçka që nuk mund ta harrojë. Kjo gjurmë emocionale ndodh ngadalë, shpesh pa u vënë re. Ajo fillon në momente që duken të parëndësishme, në shikimin që ajo i dha ndërsa ai heshti, në paqen që ai ndjeu pranë saj, në mirëkuptimin e pathënë midis tyre. Këto çaste e anashkalojnë mendjen dhe zënë rënje drejt për drejt në kujtesën emocionale. Ato ndihen nuk kujtohen. Edhe kur ajo nuk është më, prania e saj mbetet aktive në të, sepse mendja nuk mund ta çmësojë të vërtetën emocionale. Ai mund të harroj fakte, të lërë që fytyrat të zbehen, por kur ndjenjen e të qenit vërtet i parë apo i kuptuar. Sa herë që ai hyn në një vend që ka ndarë, dëgjon një këngë që i ka bashkuar, apo ndjen një aromë që e kujton atë, gjurma zgjohet sikur vetë dashuria të mos donte të zbehej. Kur një burr nuk mund të shkëputet plotësisht, është sepse përvoja e tij me të ka arritur një thellësi që shkon përtej dëshirës. Dëshira shuhet sapo plotësohet. Gjurmimi emocional mbetet, sepse lidhet me domethënie, jo me kënaqësi. Ai përfaqëson diçka që ka rënë në rezonancë me botën e tij të brendshme, një kujtim për përkatësi, për njohje, për shtëpi. Prandaj ai krahason në mënyrë të pavetdijshme gratë e tjera me të. Prandaj kërkon të njëjtin ndjenjim dhe kur nuk e gjen plotësisht. Ajo është bërë simbol i një të vërtete që ai e ka prekur dikur, një pasqyrë e asaj që zemra e tij ka nevojë për të qenë gjallë.
dhe pa marrë parasysh sa kohë kalon, gjurma mbetet jo si dhimbje, por si një dije e heshtur se dikur diçka e vërtet e kishte prekur. Kjo gjurmë tregon gjithashtu sa thellë ai ka qenë i prekshëm emocionalisht. Të jesh i gjurmuar do të thotë se je hapur, se ke hapur derën e botës tënde të brendshme dhe ke lejuar dikë të hyjë brenda. Është një formë e shenjtë besimi që nuk mund të zhbëhet. Kur dashuria e prek një burr në këtë mënyrë, ajo nuk mbetet vetëm kujtim, ajo e ndryshon. E formëson mënyrën si ai dashuron, si ndjen afërsinë, si e kupton intimitetin. Dashuria e ardhshme do të rrjedhë gjithmonë përmes filtrit të kësaj përvoje. Gruaja që e ka gjurmuar nuk do të jetë më vetëm një kujtim, por mësuesja e rritjes së tij emocionale. Gjurmimi emocional është mënyra e shpirtit për të siguruar që dashuria kur të mos shkojë kohë. Edhe nëse marrëdhënia përfundon, edhe nëse midis tyre qëndron heshtja ose distanca, përvoja mbetet e gjallë si pjesë e zhvillimit të tij të brendshëm. Ai mund të ecë përpara në pamje të jashtme, por brenda, ajo gjithmonë do të ketë një hapësirë të heshtur, një kujtesë se çfarë do të thotë të jesh vërtet i prekur. Mendimet e tij të përsëritura, ndjenjat e papritura, lidhja e pashpjegueshme nuk janë dobësi, por thellësi. Ato tregojnë se dashuria shkon përtej ndjenjës deri në vetë identitetin. Ajo bëhet pjesë e historisë së tij, jo si një kapitull që përfundoi, por si simbol i asaj çfarë do të thotë të kesh dashuruar dhe të jesh transformuar nga dashuria. Sepse dashuria, në thelbin e saj më të vërtet, nuk është diçka që një burr vendos. Ajo është diçka që shfaqet përmes tij. Kur ai përsërit gjeste, kthehet pa arsye, nuk mund të shkëputet edhe pse përpiqet, kjo nuk është hutim. Është shpirti që kujton se ku është parë. Çdo shikim, çdo heshtje, çdo veprim i përsëritur është rrëfimi i pavetëdijshëm i asaj që mendja përpiqet të fshehë. Ai mund të mos i thotë kurrë me fjalë, por modelet e tij i flasin për të. Dashuria te një burr nuk shfaqet përmes logjikës, por përmes përsëritjes, përmes dorëzimit të qetë të kontrollit, përmes përkushtimit të pavullnetshëm që e tërheq vazhdimisht drejt saj. Nuk janë momentet e mëdha ato që e dëshmojnë dashurinë e tij, por ato të vogla të qëndrueshme, mesazhet që i dërgon pa menduar, vëmendja që nuk zbehet, ndjenjat që i mbijetojnë distancës. Kur ai bën diçka më shumë se një herë, kur shpirti i tij kthehet përsëri te e njëjta prani, kjo ndodh sepse diçka brenda tij ka njohur pasqyrimin e vet tek ajo. Dhe kjo njohje nuk është e përkohshme. Ajo është ajo që lidh, që transformon dhe që zbulon çfarë do të thotë të duash në heshtje, thellë dhe në mënyrë të pashmangshme.